Përshëndetje. Po e bëj këtë video në shkurtër nga që më ka shqetësuar fakti që si këtë verë dhe shumë vera tjera në planetin ton kanë rënë shumë zjarre. Dhe këto zjarret kanë marrë jetë njerëzish, kafshësh dhe natyra është djegur dhe nuk rikuperohet dot aq shpejt sa ajo është vënë dispozicionin ton për ne. Kështu që thash t'jap një mendim se si ne në të ardhmen t'i kemi këto zjarret më mirë nën kontroll. Për këtë kam përgatitur diçka, siç e shihni. Këtu është një kamerë me stativ që qëndron në majën më të lartë të një mali apo të një kodre, kamera që diskutohet që është e vogël, dhe filmon për rreth 360 gradë se ku ka ndryshime. Për shembull, këtu kemi zjarrin, është vënë një zjarr, ajo sheh edhe tymin dhe në momentin që sheh ndryshimin, zjarrin ose tymin, ajo jep direkt informacionin te zjarrfiksi dhe ke një person që ndodhet aty afër, vullnetar, që ka në shtëpi një bot, një depozit ujë në makinë dhe që e shuan atë zjarrin shumë më shpejt se zjarrfiksi, pra që koha për shkuar ai në vendin ku ndodhet zjarri për rreth asaj rrezës 360 gradë që rrezja rrotullame rrethi, ai shkon dhe e fik më shpejt se zjarrfiksja. Këtë lloj fikje ai e bën nga që u informua direkt nga kamera dhe nga zjarrfiksi dhe ai e fik zjarrin sepse zjarri nuk është përhapur aq shumë dhe ka mundësi me makinën e vogël që ta fiki direkt. Dhe këtu kjo kamera informon edhe njëkohësisht nëse njerëz kalojnë, domethënë bën incizime, i raporton, nëse ajo sheh për shembull zjarrvënca, e ku di unë. Dhe këtu pastaj ai shkon, domethënë, kjo simbolizon atë personin që është afër, sa më afër, ti e ke domethënë dhe e fik zjarrin. Dhe kështu kjo kamera domethënë, kjo kamera e ka mund të bëhet dhe që të ndizet vetëm nëse shef domethënë ndryshime për arsye që të kursej sa më shumë kapacitet ose mas disa ditëve të shuhet dhe siç është tek ashtu siç e njohim, nuk e di, po ky është një mendim domethënë. Faleminderit.